Jemi në rubrikën Opinion tani, si që lajmëruam edhe pak momente më parë, një incident ka ndodhur dje me Ministren e Arsimit, gjithë jemi njohur me videon që u shpërnda me njëherë, më pas filluan argumentet dhe kundër argumentet pro apo kundër gjestit ndaj ministres, ka patur shumë debate në lidhje me këtë, dhe do ta zhvendosim debatin këtu në studio me Arlin Qorin, është pedagog, njëherë është edhe aktivist për lëvizjen studentore. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se erdhët. Do të ndalemi në fillim natyrisht në këtë aksion e quajtur ju incident, është quajtur ndryshe, që ndodhi dje, pastaj do doja që në vazhdim të bisedës flisnim pak edhe për lëvizjen për universitetin dhe më tej për organizatën politike, si quhet organizata ku një pjesë e anëtarëve ndoshta jo të gjithë përfshihen gjithashtu. Së pari ka shkaktuar shumë një ndarje, po të shikojë gjithë komentet në agjencitë e lajmeve online, unë kam ndjekur një ndarje me thikë e publikut mes atyre që thoshin mirë e bëri dhe atyre që thoshin nuk bëhet kështu. Si është menduar, si është reflektuar kur është vendosur të bëhet ky aksion? Ne kemi parë dhe natyrisht janë të njohura përplasjet e njerëzve në rrugë për ide, kryesisht përplasja ndodh me njerëz me uniformë, siç janë kordonat e policisë, ku është i shmangur personalizimi. Në këto raste kur kemi të bëjmë me një përplasje trup më trup, ta quaj kështu, një person, një individ me një individ tjetër. Kjo shkakton, kam përshtypjen, pjesën më të madhe të reagimit që çfarë po ndodh, pse duhet pikërisht kështu aksione. Po e nis nga ajo që thatë në fillim, nga ndarja e opinionit publik. Tani ndoshta sigurisht mund ta shohim opinionin publik nga dritare të ndryshme, secili janë këndvështrimi vetjak. Ajo që mua më ka bërë përshtypje është kjo ndarje. Në njërin anë janë të gjithë ata që ne po i quajmë viktima të politikave qeveritare, cilat janë entuziazmuar dhe janë trimruar nga një akt i tillë. Nga ana tjetër janë, deputet, politikan, gazetarë që dihet që i shërbejnë pushtetit, të cilët janë fyer rënd nga një akt i tillë. Kështu që unë jam shumë komod që të jem në shoqërinë e mirë të tjerëve. Se ju nuk shihni asnjë qytetar që është kundër? Sigurisht që shoh edhe pak qytetarë që janë kundër, por dominojnë tek ata që janë kundër, politikan, pushtetar, gazetar pranë tyre, njerëz që në përgjithësi janë në pozita të larta shoqërore dhe pastaj shoh njerëz thjesht, studentë kështu me radhë, të cilët janë të entuziazmuar për ato që po ndodh. Nga ana tjetër që sigurisht ne luftojmë për ide, për ideale. Aksioni ndaj zonjës Nikolla nuk është bërë ndaj zonjës Nikolla si person, domethënë asnjëri nga ne nuk ka ndonjë mllef ndaj saj, ne nuk është se kemi komshie dhe jemi zënë për pompën e ujit me të. Aksioni ndaj saj është një aksion politik, sepse është një aksion kundër përfaqësueses së një qeverie që ne gjykojmë se ka, ose po ndërmerr politika shkatrimtare mbi arsimin e lartë. Madje ka shumë më tepër kuptim që një aksion të jetë ndaj një politikani të rëndësishëm se ndaj një polici të shkretë. Ne na vjen keq që nganjëherë na duhet të konfrontohemi me policinë, sepse policët janë njerëz thjesht, janë njerëz që marrin pak rrogë, janë njerëz që për atë rrogu duhet t'i shërbejë, themi, pushtetit pa drejtë. Kështu ka shumë më tepër kuptim që si thua aksioni ynë të jetë ndaj ministres Nikolla, ndaj kryeministrit Ramas që kemi bërë le themi vitin e kaluar, e ndaj njerëzve të tillë sesa ndaj uniformave. Pikërisht tek ky incident që ndodhi. Komunikuam dje në lidhje të drejtë për drejtë telefonike me njëherë pas incidentit me Klodi Lekën, i cili është koleg pra juaj apo më themi është aktivist. I cili tha se ishte një gjest i papritur, spontan, një mendim spontan, por që në fakt nuk rezultoi kështu, pasi vetë Mirela Ruko sot është shprehur se po vëzhgohej ministria, madje ishte edhe një aktivitet tjetër pak ditë më parë, ku ministria nuk kishte marrë pjesë dhe si thua kishte dalë bosh në këtë pjesën e veprimit. Pra ishte i mirë organizuar, mezi pritej që të ndodhte një gjë e tillë? Shiko, unë nuk e kam dëgjuar çfarë ka thënë shoku ynë Klodi në intervistën tuaj, po di ka që e ka dhënë intervistën duke pritur në të ftohtin, si gjithë e tjerë në të ftohtin e komisariatit, ku shoqja jon Mirela, studentja Mirela le të themi, është mbajtur për gati 10 orë aty. Ajo që di të them është që sigurisht që nuk është një aksion i Mirelës si vajzë, nuk është aksion i Mirelës si studente. Ky është një aksion i organizuar nga Lëvizja për Universitetin. Në aksion, tani unë nuk duhet të hyj këtyre detajeve organizative, janë përfshirë shumë aktivistë edhe shumë student.
Nuk ka qenë një aksion, si thuash, i aty për atyshëm. Sigurisht që aty për atyshëm mund të ketë qenë organizimi, domethënë, ku diun, e morëm vesh që në filan orë ministri është në atë vend, patjetër që spontaniteti është në këtë pikë, por ne nuk jemi njerëz spontan, ne nuk jemi kolektivitet spontan, mundohemi ti mendojmë, ti beshojmë shumë mirë gjërat para se ti bëjmë, dhe qëllimi për ta bërë një aksion tillë ka qenë disa fisht. Pikëspari kemi dashur ta, le të themi, ndëshkojmë simbolikisht personin në krye të një ministrie që e konsiderojmë drejt për drejt përgjegjëse për shumë këqija që i ka ndodhur jetës universitare publike. Nga ana tjetër, situatë që kemi kërkuar prej shtatorit, prej fillimit të skemës së re të regjistrimeve në universitet, kemi kërkuar dorëheqjen e zonjës Nikolla. Është pjesë e kësaj lëvizje ideore apo shoqërore që ne kemi. Nga ana tjetër, ne jemi duke ndërtuar një strategji të rezistencës ndaj efekteve të ligjit të arsimit lartë dhe që do të ketë për pikësynim edhe dorëheqjen e zonjës Nikolla, domethënë po mendojmë protesta, po mendojmë bojkote të mundshme të jetës universitare, kështu që ky nuk është një akt as i një njeriu dhe as i një momenti. Ky është një akt kolektiv dhe është një akt i një procesi, është një akt i një procesi afatgjatë. Alind, unë duhet të them këtë, sepse të tillë nisë bisedën. Unë personalisht nuk jam gazetare që i shërbej as pushtetit dhe nuk jam gazetare që i shërbej as opozitës. Por personalisht, në gjykimin tim personal, jam kundër një veprimi të tillë publik, jam kundër fyerjeve publike. Çfarë zgjidhet me këtë sipas jush? Ja, u bë, u krye. Sigurisht, të gjitha ato çka ju pretendoni, çka ju kërkoni, keni thënë përmes protestave e gjithçka tjetër, mbetet për të diskutuar edhe në pjesën tjetër tonë të bisedës, sikurse edhe ato që ne kemi paraqitur gjithmonë. Por çfarë imazhi jepet apo përcillet me skena të tilla dhune, sidomos ndaj një ministre e femër, le të them? Të mos e bëjmë gjinore dhe atëherë kur s'duhet problemin. Mirë, por gjithsesi është më sensitive kur bëhet fjalë për grua shumë sensitive, shumë e ndershme, shembullore, është Mirela, dhe jo zonja ministre. Është një grua e thjeshtë, është një grua e re, është një studente mbreslënse. Por të kthejmë aty tek pyetja juaj. Ju më thatë që nuk jeni dakord me këtë gjë, dhe sigurisht unë nuk do çmendem deri në pikën sa t'ju akuzoj ju për gazetarët komprometuar, keni gjithë respektin tim. Keni gjithë respektin tim. Ju referova këtyre qëndrimeve më të famshme të figurave të mirënjohura publike edhe famkeqe për mendimin tim. Unë kam shpresë se ju mund ju, si thua, modestisht mund t'ju bind për drejtësinë e pozicionit tonë. Shiko, dhuna në shoqërinë tonë është e trefishtë. Ose mund t'jetë trefisht. Është dhunë fizike, për shembull, nganjëherë. Shumë dhuna që lëndon fizikisht, nga plumbi deri tek grushti, shpulla e kështu me radhë. Dhe këtë dhunë e kanë provuar aktivistët nga policia. Dhe ne jemi, si thua, viktima të një dhune fizike. Por nuk është kjo e më rëndësishme. Më rëndësishme është dhuna strukturore, që vjen nga politika qeveritare. Shikoni, një student i mirë që do dhe mund të futet në universitet publik dhe qeveria nuk e lë. Nuk e lë sepse nëpërmjet një skeme regjistrimi e detyron shkojë te privatët, që të harxojë mijëra euro. Ky është viktimi i dhunës strukturore. Një student i mirë që do duhet të paguajë më shumë tarif, sepse qeveria do të financojë drejt për drejt universitetet private, është produkt, le themi, ose është viktimë e një dhune strukturore. Tani, ne nga përvoja me studentë dhe me kolegë, kemi vënë re që pavarësisht se shumë prej tyre na japin drejt, nuk guxojnë. Nuk guxojnë sepse kanë frikë nga autoritetet shumë fishta, që nisin nga kryeministri dhe përfundojnë tek sekretarja e shkollës. Kështu që gjesti ynë, që është dhunë simbolike, që është dhuna më e lehtë e mundshme dhe është dhuna që të synon të ndalojë këto dhunëra të tjera që janë shumë më të rëndësishme. Nuk e quani fyerje publike? Është dhunë simbolike. Edhe një herë, ne nuk kemi sulmuar një njeri të thjesht në punë të vet, ne kemi sulmuar me bojë, pra dhuna është simbolike, një person që jo vetëm ne po mbar pjesë dërmuese e opinionit publik e konsideron përgjegjëse për politika shkatrimtare dhe jo për ndonjë gjë të vogël, jo për ndonjë ngatresë vogël administrative, por për faktin që ka lënë mbi fjalë këtë vit, mijëra studentë që meritojnë jashtë dyert universiteteve publike. Kjo është në këtë kuptim. Në këtë kuptim, kjo dhuna vetëm aktin që ka ndodhur. Akti nuk është të zgjedhja e metodë, të zgjedhja e metodës. Akti nuk është asnjëherë si shkreptim në qiell të hapur. Akti është produkt dhe kundër veprim ndaj veprimeve shkatrimtare, strukturore të qeverisë në
jetën universitare. Arlind, ju pyesim, sepse për shembull në Facebookun tuaj personal ju shkruani dhe theksonit orët e ftohta të qëndrimit të studentes në ambientet e komisariatit numër 1. Sigurisht ishin orët e shumta, 10 orë në mos gaboj të pritje, se më pas lënje saj të lirë. Ju si mendoni, nuk duhej të shoqërohej të jepte përgjigje ndaj uniformave blu zonjusha në fjalë? Unë nuk kam hasur asnjëri sot të më thot çfarë ligji, kuptimin penal të fjalës, jo kundravajtje nga ato që policit vënë gjop rrugë, çfarë ligji ka shkelur Mirela Luko duke lyer me boj apo me salc zonjën ministret arsimit? Mirë, 2 akuza jepte policia, ju i mbështesni? Janë tërësisht, gjithë më thënë goditje për shkak të detyrës, ku ajo nuk është as goditje, se godita, se ne duhet shkojmë tani të hyjmë në imësitë e domethënies fjalëve. Më goditje ku nuk lëndohet trupi. Si mund të ketë goditje ku nuk lëndohet trupi? Në këtë kuptim, Mirela është mbajtur 10 orë, siç dëshmon ajo, pas policit nuk dinin ç'ti thoshin. I thoshin po të mbajmë oj vajzë këtu, derisa të na thonë me celular ç'a të bëjmë me ty. Ky është gjithçka është politike, është e komanduar politikisht. Në këtë kuptim, si thua, unë nuk e shikoni ç'a ndodh nëpër botë. Ç'a ndodh në raste të tilla nëpër botë? Po. E di ç'a ndodh, jo e them. Ka ndodhur nëpër botë. Byroje e marrin zonjën apo zotrin, e nxjerrin jashtë, kaq, edhe mbyllet gjithçka aty. Pse ne traumatizohemi? Ndërkohë që jemi viktimat një dhumet shumë fisht nga qeveria, nga të fortët, nga ku diun, shumë kusht tjetër, dhe kur një jo vetëm një studente, po kur një grup i organizuar tenton të kundërvihet kësaj dhune, ti trimëroj njerëzit e tjerë, tu japi shpresë se mund të reagohet, flas për njerëzit e thjeshtë, për njerëzit e ndershëm, tani për ata njerëz të ndershëm që nuk mendojnë si ne, pse traumatizohen. Jo, qartë, por edhe një herë do doja edhe ta mbyllim këtë bisedë se pozicionet natyrisht janë të pandyshueshme. Është çështja tek metoda që zgjidhet. Për shembull, ne e kemi ndjekur gjatë gjithë kohës në këtë me kronikat tona, në këtë studio është debatuar nga aktorë të ndryshëm gjithë betejat që u bë kundër ligjit për arsimin e lartë, ku kanë qenë kundër shumë student, kanë qenë kundër shumë pedagog dhe pavarësisht kësaj qeveria eci përpara, arriti ta miratojë në parlament të reformë dhe sot e kemi fakt. Kur vendoset që të kalohet nga ato protesta që ne po i shikonim në ekranën që i përkasin vitit kaluar në Mosgaboj, nga gjitha mënyrat e tjera të protestës, tek ky sulme të quaj unë, me salc, me boj, me çfarë do lloj gjëje, tek ky aksion pra personal fizik, le të themi. A kalon kjo një limit, nesër mund të jetë një protest e lëvizjes për universitetin, të vinë njerëz, t'ju lyen juve me boj, ju pastaj mund të ketë reagime të tjera, do të shkojmë ke histori që e kemi parë 68-ën me gambizare, me atentate, me gjëra dhe asnjë gjë nuk është zgjidhur si përfundim. Të shkojmë nga boja tek atentatet. Jo, po marrë një hipotetizëm shumë që gjërat mund të shkojnë edhe ky është nga problemet, që këtu po lëvizë gishtin, njerëzit mendojnë se ke marrë antitank. Këtu ta pafuqizosh lëvizjen, kjo është mënyra më e thjeshtë. Si ta pafuqizosh? Kur ti bën gjestin më të vogël, të kujtohet ku diun çfarë. Atëherë, jemi këtu. Ky është, sikur i thash, akti i radhës mes shumë akteve tona. Tani nëse ne nesër do vi njëri, kush do vit na gjuajnë me vezë? Zon do vi një përkrahas i Partisë Socialiste. Njëri që mendon ndryshe. Atëherë, do na gjuajnë me vezë dhe me boj për çfarë? Ja qoftë, po. Mor po le ta bëjnë. Për çfarë arsye? Se kemi gjuajtur me boj shefit tyre, dhe kjo është arsyeja pse duhet na gjuajnë me boj? Se ne vetëm të krim pas kemi bërë. Kemi gjuajtur me boj dikënd. Ne po i gjuajmë me boj një ministreje për një arsye serioze, themelore. Nëse dikush vjen dhe bën një gjë ndaj, kjo është qesharake. Mor po le ta bëjnë. Çon si ka. Po është qesharake, fund e krye. Nuk mund të ketë barazvlerësi reagimesh nga ata që kanë pushtetin, nga të fortët, që kanë gjithë instrumentat. Kanë forcën strukturore, kanë forcën e kartonit, kanë forcën e policisë, ushtrisë, shikut e kështu me radhë, dhe forcës simbolike që ka një lëvizje që tenton të shtrihet në universitete, që tenton të shtrihet tek të gjithë qytetarët. Mirë, po, nëse kuptova drejt dhe Parucën, ishte më tepër ideja që nëse sot mbështetet fort një incident i tillë apo gjuajtja me salc, nesër në një protest tjetër për një diçka tjetër apo një kaos tjetër bëhet diçka më e madhe se kaq. Thjesht ku shkohet dhe çfarë imazh jete. Ne jemi disa hapa mbrapa qeverisë në përdorimin e dhunës. Kështu që deri tani qeveria ka bërë këtë që ka bërë, ne kemi arritur tek goditja me salc. Po sikur po ju pyesun ju. Po sikur nesër qeveria të dërgoj forca speciale edhe të na gjakosne në një protestë. Si mendoni, çfarë do të bëjmë?
Që do të bëjmë? Ne dalim prapë paqësisht, maksimumi me këto, gjuha me letër higjienike, me aktet simbolike dhe policia vendos na shkepin dru. Që do të bëjmë? Prandaj po them që raporti është gjithmonë një raport dialektik, është një raport në lëvizje. Deri tani jemi këtu. Unë do shpresoja shumë të mbeteshin këtu, sepse do shpresoja që qeveria mos e egzageronte dhunën e vet. Boll na ka dhunuar, jo ne personalisht, këtë popull themi. Boll na ka dhunuar. E qartë. Përpara lëvizjes për universitetin ka qenë një tjetër lëvizje universiteti në rrezik apo jo gjatë kohës qeverisjes Berisha, edhe atëherë ishit pak a shumë në të njëjtat terma, po favorizoni privatin, po shkatroni universitetin, arsim publik falas, sloganet mbeten të njëjta. Edhe atëherë ishte e njëjta përpjekje pra sepse kjo qeveri quan diçka krejtësisht rrënjësisht të ndryshme. Është problemi që këtu ndrojnë qeveritë për të ndryshojnë politikat. Ndron spektakli, ndrojnë batutat, ndrojnë njerëzit që punësojnë dhe privilegjohen në postet e larta administrative. Por nuk ndrojnë politikat, sepse ata që i mbështesin këto politika kanë para edhe influencë për të ndikuar si një parti apo si një parti tjetër qeverisë. Ne kemi nisë rezistencë ndaj tentativave për t'ia komercializuar arsimin në Shqipëri, për të favorizuar privatët, që në vitin 2011. Aso kohë qeveria e Partisë Demokratike do të bënte një reformë të ngjashme. Sigurisht atëherë ishim më pak, atëherë ishim me më pak përvojë, domethënë sa kishim filluar. Një pjesë e studentëve aso kohë nuk kanë qenë minor fare, domethënë s'kanë qenë me ne, edhe që sot janë bashkë me ne. Po është një njëjta logjik, sepse është një njëjti problem. Ndryshojnë aktorët, përgjegjësit, keqbërësit, për ta thënë kështu, po jo viktimat dhe jo ata, le të themi, në themel ata që rezistojnë. Po edhe pyetje nisi një pas njëshme. Shkojmë pak se pak minuta na kanë mbetur, duhet ishte më gjatë kjo bisedë. Shkojmë pak tek organizata që qëndron, nuk di si ta quaj brenda përbri si motor me lëvizjen për universitetin, që është organizata politike. Ky është websajti i organizatës politike. Jo shumë njerëz e dinë se çfarë është organizata politike. Në fakt ju dhe me emrat keni qenë organizatën e quani organizata politike, gazetën e quani gazeta, qendrën e quani qendra deri pak më parë. Tani ka marrë një emër tjetër. Çfarë është organizata politike? Çfarë orientimi ka ajo? Si e vë veten përballë gjithçkaje që ndodh? Me shumë njerëz të cilët kanë folur, ka shumë teori konspirative për organizatën politike, do të flisnim pak edhe për këto. Njerëz të cilët kanë qenë në ballë të asaj që quajtë majta radikale në Shqipëri, ju kujto patën drejtime të ndryshme në jetë, disa u bën drejtora dhe të tjerë shkuan në Kosovë me vetëvendosjen, ju cilës trashëgimie i përkisni? Atëre, paktën po bëjnë çfarë është organizata politike dhe ç'është raporte ka me lëvizjen për universitetin. Organizata politike është një organizatë majtë. Ju thoni e majtë radikale, po termat janë relativ, se çdo të thotë e majtë radikale. Domethënë, në një vend ku nuk ka parti të majta, që do thotë nuk ka parti që bëhen me njerëz të varfër dhe me të pasur, nuk ka parti që bëhen me punëtorët, apo bëhen me pronarët, atëherë çdo grupim politik mendohet se është kështu, djallëzor, është radikal, është ekstremist. Idetë që ne kemi... Jo, radikal, nuk ka konotacion patjetër negativ. Po them vetëm diçka, idetë që ne kemi do t'i përqafonte edhe në fundit apo jo. Po, konotacioni të njerëzit mund të jenë çik negativ. Idetë që ne kemi deri para 3-4 dekadash i kanë pas edhe konservatorët në Perëndim, në Evropën Perëndimore. Shtetin social bi fjala që ne kërkojmë aq fort. Dhe që se ka kush seriozisht e kanë pas partit kristian-demokrate në Gjermani edhe në Itali. Sigurisht që sot, me zhvendosjen radikale djathtas të spektrit politik kudo në botë, po mbi gjitha në Shqipëri, çdo kush që qëndron majtas, do duket si kështu si grup ekstremist. Qofse ne kërkojmë arsim publik falas, nuk kërkojmë që të hyjnë njerëz në shkollë pa hesab. Po themi që shumë thjesht, sipas meritës. Arsim publik falas do të thotë më i miri në aftësi akademike, duhet hyrë në universitet dhe kaq. Qofse ne themi, ore drejtat bazike të punëtorëve. Punëtorët po vdesin për ditë, po bien si kokra e mollës. Po këtë ka dhe ligji. Qofse ne themi që, duam minimumin etik. Po këto janë gjëra aq bazike, po aq larg të përditshmes politike të këtij vendi, saqë duket si të jashtëzakonshme. Tani, thën kjo. Një pjesë prej nesh, organizata politike ka si thua, synime që janë shumë më të gjera sa thjesht jeta universitare. Merret kryesisht me drejtat e punëtorëve, përpiqet të organizojë punëtorët. Po merret me çështje mjedisore e kështu me radhë. Një pjesë prej nesh, meqense janë edhe pedagogë dhe student, janë njëkohësisht ose kanë qenë edhe nismëtarë të lëvizjes për universitetin. Tani lëvizja për universitetin përfshin shumë njerëz që nuk janë pjesë të organizatës politike. Ashtu sikundër jo çdo antar i organizatës politike është pjesë e lëvizjes për universitetit. Dhe mbi të gjitha
si thua, qasja jo në lëvizjen për universitetin. Se unë po e qy vetëm si thua antari dyjave, se jam duke qenë pedagog jam në lëvizjen për universitetin. Qasja në lëvizjen për universitetin është, thash ka nuancat e veta, mënyrë organizimit, ka flukse tjera shoqërore dhe politike që duke u bashkuar me tonën, prodhojnë një identitet të ri, që nuk është i njëjtë me ai. Çfarë përgjigje jepni për ata që thonë që organizata politike mund të jetë mashet këtij apo atij për krijuar imazhe më të mira? Zërave që jeni të futur nga një parti apo një tjetër. Origjina e organizatës politike. Kemi parasysh që gjërat jo gjithmonë kanë një strukturë siç kanë qenë sot, domethënë. Fillesat janë gjithmonë të rrëmujshme, mblidhen 5 njerëz, pastaj mblidhen 15 e kështu me radhë. Origjina e organizatës politike është pas ngjarjeve të 20 janarit 2011. U mblodh një grup i madh njerëzish që thirrën një mbledhje. Atyre njerëzve nga Facebooku i pash për herë të parë, ju bashkova dhe unë, ju bashkuan dhe ca prej shoqeve dhe shokëve të mi që janë sot. Nuk ka lidhje me ngjarje para 2011-s, me grupim i cili mbajti gjallë një si funksionon. Majtë. Ata që e thirrën pas 21 janarit, që nuk isha unë prej tyre, s'ka qenë asnjë prej antarëve sotëm të organizatës politike, ata që e morin iniciativën, siç kanë pas një jetë tyre mbarshme politike dhe shoqërore. Por që s'ka të bëjë me këtë. Atëherë, në vitin 2011, unë dhe të tjerë që jemi tani në organizatë politike, kemi qenë bashkë me ta dhe kemi qenë pjesë një organizate për spaku një vit. Tani, prej atyre që kanë thirrë këtë mbledhjen e famshme, gjysma shkoi me vetëvendosjen në Kosovë, gjysma devijim. Po themi, gjysma përparoi, gjysma regresoi edhe përfundoi në PS. Problemi është që organizata nuk është prone atij që hedh një fishkëllimin, hajt takojmë filan lokal. E kupton? Organizata është prone gjithkujt që identifikohet me ide të caktuara. Kështu që në qoftë se personazhe të caktuara për fajt tyre, pse ashtu dha mendja, kanë tradhuar idealet, të cilët ne besojmë, është përgjegjësi e tyre. Tani tu japësh përgjigje pastaj të gjithë konspirativistëve, nga një herë gjysmë psikopat që qarkullojnë vërdall, është punë e vështirë. Po unë po dua të jap një argumentim serioz të doja si ka evoluar dhe si është bërë kjo ndarje në vazhdimsi. Dhe po ju them që sot në vërtet kemi një organizatë relativisht strukturuar. Kur flasim për dy po rreth 30 vet. Se ne nuk kemi parti elektorale, nuk është se u thrasim njerëz hajde bëuni antarë tanë. Por që zhvillimet e keni intensive. Zhvillimet e kemi intensive sepse ne quajmë antar vetëm aktivistë, do të thonë njerëz që për ditë marrin përsipër për të bërë diçka. Jo njerëz që japin like Facebook. Çfarë kuptimi? Partitë elektorale po duan sa më shumë njerëz e kështu me radhë. Kështu që në këtë kuptim organizata është e përkushtuar ndaj disa idealeve, ndaj disa parimeve, pavarësisht personave, pavarësisht edhe të gjithë neve që janë këtu. Unë mund të çmendem nesër, unë mund të korruptohem nesër. Ja dal më shpesh televizor se shokët e mi. Mund, ku di unë. Kështu mund të më thotë mendja, edhe të komprometohem. Po ama nuk do të cënoja asnjë grim idealet e shoqeve dhe shokëve të mi. Do ishte thjesht turpi im. Turp më qoftë nëse e bëj. Pa asnjë prej shoqeve dhe shokëve të mi, dhe organizata si e tillë dhe idealet tona nuk mund të cënoheshin. Qartë. Mirë, faleminderit Alim, pasi kemi kohën shumë të limituar që ishe me në studio dhe biseduam bashkë. Faleminderit që ishit të na. Ne përfundojmë këtu edicionin që